Një histori e re për Ballkanin që shkon përtej kufive të së kaluarës dhe hedh syt nga e ardhmja. Është thirrja që Ilir Meta i drejtoi grupit të punës së Asamblesë Parlamentare të SECP-s që u mblodh në Tiranë në kuadër të procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore. Po jetojmë një kohë të re, në përpjekjet përbashkët për të realizuar një histori të re për gjithë rajonin tonë, jo një histori për histori dhe për kufi, por një histori për një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë dhe për gjeneratat e ardhshme. Meta është i bindur se forcimi i bashkëpunimit parlamentar rajonal do të ndihmojë në shuarjen e barrierave të së kaluarës. Mendoj se në kontekstin global historik ku jetojmë, bashkëpunimi rajonal parlamentar është një vlerë e shtuar në forcimin e marrëdhënieve të shoqërisë mirë, por edhe në shuarjen e barrierave të së kaluarës. Jam i bindur se përmes fuqisë transformuese të Bashkimit Evropian, ne mund të kontribuojmë si parlamente për krijimin e një klime dinamike në rajonin tonë, i cili duhet kthyer në një motor domethënës rritjeje ekonomike dhe përmirësimit të mirëqenies për të gjithë qytetarët tanë. Besoj se kjo duhet të jetë baza e suksesit të këtij procesi që kemi nisur. Jashtë takimit duke u përgjigjur interesit e gazetarëve mbi vizitën e kryeministrit Rama në Beograd, Meta pohoi se Shqipëria dhe Serbia kanë përgjegjësi për normalizimin e rajonit. Është një vizitë e cila zhvillohet në drejtimin e duhur. Është një vizitë që tregon vendosmëri për të ecur më tej drejt rrugës së normalizimit dhe bashkëpunimit midis Shqipërisë dhe Serbisë, sepse Shqipëria dhe Serbia kanë një përgjegjësi të veçantë për të ardhmen e të gjithë rajonit. Ndërsa për situatën në Kosovë, kryeparlamentari shqiptar uroi që të gjendej sa më shpejt një zgjidhje, ndonse pa përmendur të njëjtat fjalë, Meta mbështeti apelin e ambasadores amerikane në Prishtinë, drejtuar politikanëve atje për të mos e dreqosur punën. Mas e di punën. E mbështes plotësisht ambasadorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, për fat keq do doja të mbështesja ndonjë lider shqiptar në këtë rast. Rasti i Belgjikës nuk është për të imituar për këtë dëshiron të shkojë në Bruksel, paralajmëroi Meta Prishtinën.